Gafuri përjeton një shokim tepër të madh në spital, ku gjen Sanijen të pajetë. Ai çon si një fëmijë i vogël me dënesë nga shërim dhe me shpirtin ndërdhëm luti që së paku t'i shpëtojë motra, Gülteni. Ashtu si Gafuri, të gjithë që ndodhen në spital janë të dërmuar. Nga më i madh tek më i vogli, ata çojnë pa ndalim për humbjen e Sanijes, lajmin e së cilës e merr edhe Fikreti, një herëzi me prokurorin që po e mbante në zyrë, duke e marrë në pyetje për padin që i është bërë. Për atë padin në polici, Abdulkadiri shkon pranë vëllasit të tij, Vahabit, të cilit i vërsulet me ngushtime, duke mos e lënë as të flasë të shpjegohet. Pas shumë ngushtimeve që merr nga Abdulkadiri, Vahabi arrin të thotë vetëm që ka rënë në kurthin e Betylit, por edhe pse justifikohet, Abdulkadiri vjen të jetë shumë i irrituar me të, aq sa i jep ultimatum që më një herë atë ditë të largohet nga Çukurova për në Izmir. Në mënyrë absolute, Vahabi nuk e mendon largimin nga Çukurova, por për shkak se nuk e kundërshton dot Abdulkadirin, ai hiqet sikur po largohet dhe në të vërtetë shkon pranë Çollakut. Çollaku në atë momente po paralajmëron djalin e tij që të mos flas asnjë si më një rinj për aksidentin që bëri, kur i mori jetën Sanijes dhe i rrezikoi jetën Gültenit. Vahabi shkon pranë me përulje të madhe, duke i thënë se e ka pasur gjithmonë ëndër të punojë pranë një agaji aq të madh sa Çollaku. Dhe më së i lumtur për fjalët që dëgjon, Çollaku e merr me një herë pranë vetes. Ndërkohë, vëllai i Vahabit që mendon se shpëtoi duke dërguar Vahabin në Izmir, takohet me Betylin. Ai pandej ta kritikoi Betylin për çfarë ka bërë, por kjo e fundit e kërcënon ende më shumë me gjëra të tjera, duke i përmendur faktin që Mehmeti është hakani i shumë kërkuar, duke vërtetuar atë fakt me fotografinë që ka gjetur dhe duke u betuar se do e botojë në gazetë fotografinë nëse ai nuk i bindet urdhrave të saj. Si fillim, Abdulkadiri i jep çelësat e shtëpisë dhe më pas premton se do të vazhdojnë të jenë ortak, por në mendi ka një plan tjetër, ndaj dhe shkon pranë Mehmetit që t'i prezantoj situatën dhe t'i kërkoj ndihmë me Betylin dhe kërcënimet e saj.